e Bricjapit. Për shenjën e Bricjapit është një javë është shumë pozitive. Ja, po e them jam e lumtur që them këtë, sepse pas kësaj do të futem në një fazë pak të vështirë për shenjën e Bricjapit, ose më themi goxha të vështirë, mund të kemi shumë kriza në jetën e tyre, sepse drejtuesi i tyre që është Saturni do të kalojë te grada e fundit e Peshqve. Ndërkohë që gjatë kësaj jave mund të marrë një ndihmë shumë të madhe. Nga vëllezërit, nga motrat e tyre, nga njerëz që i njohin, por shumica e këtyre njerëzve që mund të marrin ndihmë janë femra. Prandaj nëse drejtoheni drejt tyre, mund ta shfrytëzoni më tepër këtë javë. Ndikimi më i madh pozitiv është të krijimi një stabiliteti shumë të madh në jetën e tyre, në shtëpinë e tyre. Pra nëse kemi pasur probleme vonesa në lidhje me shitjen me blerjen e shtëpisë, pra pronave të patundshme, nëse kemi pasur probleme brenda shtëpisë familjes, do të kemi më tepër mundësi që të gjejmë zgjidhje efektive. Kemi një element zjarri shumë të lartë dhe shenja e Bricjapit është shenjë toke. Janë dy elemente që nuk shkojnë mirë me njëra tjetrën, pra mund të kemi rreth rrotull një energji shumë të zjarrit, mund të kemi një agresivitet të rritur. Në këtë rast i përkon shenjës së Bricjapit që të ruajnë qetësinë e tyre. Dhe të perceptojnë mirë se cila është situata në të cilën ato duan të përfshihen apo nuk duan të përfshihen, në mënyrë që të mund ta përdorin këtë javë, siç e thash, me tepër efektivitet. Dielli aktualisht është tek shenja e Demit. Kjo për ta do të thënë një ndikim vërtet shumë më pozitiv, mund të kemi krijimin e lidhjeve shumë stabël, shumë të shëndetshme dhe krijimin e stabilitetit në jetën e tyre personale, pra marrëdhënieve në çift edhe për ato që janë në lidhje aktualisht. Dita e sotme mbi përshëndetjen e Bricjapit mund të jetë shumë pozitive, dhe këshilloj që ta përdorni. Jemi dhe nesër, e njëjtë që është e vlefshme. Pra kemi pak a shumë 10 ditë përpara, në mënyrë që ju ta përdorni. Deri ditën e martë, në datën 13, do të filloj. Do të kaloj Saturni tek gradat e fundit e Peshqve dhe kjo mund të sjellë vërtet kriza. Kështu që këtë javë do të këshilloj që vërtet ta përdorni shumë mirë.